Faleminderit Presidente për kohën që ndatë për lexuesit e Index Online. Faleminderit juve dhe mirë se erdhët në presidencë. Një ditë më parë, qytetarët e Kosovës ju drejtuan kotive të votimit për të zgjedhur legjislatorën e ardhshme të Kuvendit të Kosovës. Si e keni parë në gjykimin tuaj ditën e djeshme? Ka qenë një proces shembullor që edhe një herë e ka dëshmuar fuqinë e demokracisë në Republikën tonë, maturinë e lartë të qytetarëve të Republikës së Kosovës, pjesëmarrjen e tyre masive në këtë proces të rëndësishëm zgjedhor dhe po ashtu një qartësi në rezultat që tani do ta bëjë edhe më të lehtë krijimin e institucioneve të Republikës së Kosovës, të cilat fatkeqësisht nuk u arrit që të krijohen në vitin që po e lëm pas. Kjo është në interes të Republikës sonë, është në interes të qytetarëve të Kosovës që të kemi sa më parë që të jetë e mundur një parlament të konstituar që mund të marrë vendime në interes të qytetarëve, natyrisht që do të mund ta zgjedhë edhe qeverinë e Republikës së Kosovës me mandat të plotë dhe pa kompetenca të kufizuara, sepse ka shumë procese të rëndësishme para nesh, duke filluar nga ato të brendshme, duhet vazhdojmë që të fuqizohet vendi edhe në kontekst ekonomik, edhe në kontekst fundimit të ligjit, por po ashtu procese ndërkombëtare që kanë të bëjnë me integrimin euro-atlantik të Kosovës, varen shumë edhe nga konstituimi plot i institucioneve. Kështu që jam besim plot që rruga përpara do të jetë shumë më e mirë për Republikën tonë dhe po ashtu që do të kemi lajme të mira të cilat do të vinë gjatë vitit 2026, kështu që jam plot me shpresë. Me që përmendet që ka një qartësi në rezultat si presidente e vendit, tani me cilën është realisht mesazhi juaj për partitë politike në funksion të krijimit të institucioneve? Mesazhi im mbetet i njëjtë, që të gjitha partitë të kontribuojnë në krijimin sa më të shpejtë të institucioneve, por jo vetëm kaq, sepse përveç konstituimit kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë ka vendime urgjente të cilat e presin kuvendin tonë, të cilat në qoftë se vonohen rrezikojnë interesat legjitime të qytetarëve tanë. Natyrisht këtu përfshihet edhe miratimi i buxhetit të Republikës së Kosovës, pastaj edhe miratimi i planit të rritjes dhe marrëveshjeve të tjera ndërkombëtare, të cilat tentuam që t'i kalojmë në mandatin që shkoi, për fatkeqësisht pa sukses. Megjithatë jam e bindur që të gjitha partitë tani më do t'i japim përkrahjen e nevojshme këtyre marrëveshjeve, të cilat në total nga ato që i kemi proceduar ne në kuvend janë mbi 1 miliard euro për Republikën e Kosovës, që i bën diku sa 1/4 e gjithë buxhetit tonë total. Ka edhe marrëveshje të tjera ndërkombëtare pastaj, të cilat janë qoftë në formë grantesh, qoftë në formë kredish, të cilat presin ratifikim. Shpresoj që të gjitha të prioritizohen dhe qysh në ditët e para të kuvendit të Republikës së Kosovës mos krijohen vonesa, por me njëherë të vendosëm për miratim dhe të ratifikohen. Pra, shpresoj shumë që do të fillohet me tempo të përshpejtuar sa i përket mandatit të këtij kuvendi, dhe mesazhi im është që interesi i Republikës së Kosovës dhe i qytetarëve të saj të jenë prioritet mbi prioritetet për gjitha partitë politike, pavarësisht a do të jenë në qeveri apo në opozitë. Me që jemi në fund të vitit 2025, si presidente e vendit, si do të përshkruani këtë vit për Kosovën? Po fatkeqësisht ka qenë një vit i cili për shkak të mungesës së institucioneve të konstituara e ka frenuar suksesin e Kosovës në shumë rrafshe. Megjithatë tani kjo është prapa nesh, sepse siç e përmenda kam besim të plotë që do të kemi institucione shumë shpejt. Tani shpresoj që certifikimi i rezultateve do të bëhet sa më parë që të jetë e mundur, në mënyrë që të mund ta tras seancën e parë të kuvendit sa më parë. Tani kemi edhe qartësi që kuvendi nuk mund të shfrytëzojë më shumë se 30 ditë për t'u konstituar, dhe shpresoj që siç e përmenda, shkaku i rezultateve që i kemi tani që janë shumë më të qarta, që edhe konstituimi i kuvendit me gjithë trupat e tija, por edhe zgjedhja e qeverisë të ndodhin sa më parë që të jetë e mundur, dhe pastaj të ecet përpara me vendime të tjera. Tani me disa gjëra që kanë mundur të kryen në vitin 2025 jemi pak me vonesë, mirë po në qoftë se ato kryhen qysh në muajt e parë, pra janar dhe shkurt të vitit 2026, prap do të mund ta zëm hapin, dhe thirrja ime dhe angazhimi me partitë politike do të jetë që kjo të ndodhë sa më parë. Pas një kohë gjatë Kosovës ju rikthye njohja dy shtete një Kosovën, a pritet që muajin vijim ndonjë njohje e re për Kosovën? Në pak në këtë vit ne kishim 4 njohje, të cilat janë rezultati një pune dhe një angazhimi të vazhdueshëm.
dhe tani është krijuar një tempo e re njohjesh e cila natyrisht se nuk do të ndalet. Ka shumë shtete që janë afër marrjes së vendimit, por mos të harrojmë që gjithnjë i dëmton interesat e Kosovës nëse flasim për këto shtete publikisht, dhe ndua t'i bëj thirrje edhe njerëzve të tjerë, qofshin ata në institucione apo jashtë institucioneve, që mos t'i bëjnë publike emrat e shteteve me të cilat po punojnë, sepse kjo pastaj po i nxit edhe Serbinë dhe shtetet e tjera që të angazhohen shpesh edhe me mjete jashtë diplomacisë edhe me mjete të ndryshme të presionit e ilegale që të bllokojnë këtë proces të pakthyeshëm për Republikën e Kosovës. Jemi shumë afër që të arrijmë 2/3 e shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara, i cili do të jetë një numër historik dhe natyrisht që po punojmë bashkë me aleatët tonë që ky numër të realizohet shumë shpejt. Jam e bindur që qysh në pjesën e parë të vitit 2026 do të kemi lajme të tjera të mira për Kosovën. Kthehemi pak te zhvillimet e brendshme, zyrtarët partitë opozitare, disa prej tyre kanë akuzuar për afërsi me partinë e pushtetit gjatë kësaj kohe, cili është mesazhi juaj për ta? Në fakt unë i kam ofruar bashkëpunimin e njëjtë të gjithëve. Tani dikush e ka marrë atë bashkëpunim dhe dikush tjetër e ka refuzuar. Mendoj që janë krijuar shumë keqkuptime të panevojshme gjatë këtij mandati. Megjithatë, besoj që edhe vetë partitë opozitare e dinë që puna ime ka qenë në interes të Republikës së Kosovës, në interes të avancimit të shtetit tonë përpara, në veçanti sa i përket politikës së jashtme që është edhe kompetenca kryesore e presidentës, sepse si president ne nuk kemi kompetenca në çdo fushë, por në ato që e kemi bërë të pamundurën që Kosova të ecë përpara dhe rezultatet flasin vetë. Edhe sa i përket njohjeve, edhe sa i përket dëllimit të raporteve me shtetet aleate, edhe sa i përket fuqizimit të imazhit ndërkombëtar të Republikës së Kosovës. Në fakt, Kosova i ka pasur dyert më të hapura se në çdo etapë tjetër përgjatë kësaj faze dhe ne kemi ndërtuar relacione të forta me liderët e shteteve mike, por edhe me liderët të shumë shteteve që akoma nuk e kanë njohur Kosovën, por pritet ta bëjnë këtë. Mendoj që vazhdimësia e kësaj është në interes të Republikës sonë dhe këtë kam dëgjuar si vlerësim shpeshherë edhe nga vetë partitë opozitare kur kemi pasur takime brapa dyerve të mbyllura. Unë i falenderoj për bashkëpunimin kur e kanë ofruar, ka pasur, siç e thash, ka një herë edhe keqkuptime, mirë po qëndrimet që i kanë pasur kanë qenë qëndrime që i kanë mbajtur gjithmonë edhe para se të bëhen presidente, thjesht ka qenë vazhdimsi e atyre qëndrimeve që unë e kam vlerësuar është në interes të Republikës Kosovës dhe kjo do të dëshmohet dita ditës më shumë. Bashkëpunim ju kam ofruar dhe ju ofroj natyrisht edhe në të ardhmen atyre partive që do të mbesin në opozit, tani do ta shohim se cilat do të jenë konstelacionet e bashkëpunimit pas këtyre zgjedhjeve, sepse unë nuk mund të flas për to, i takon partive politike të vendosin kush me kënd do të bashkëpunoj, por megjithatë si president, si institucion, si kreu i shtetit dhe udhëheqës të politikës të jashtme, bashkëpunimin e njëjtë kemi ofruar të gjithëve. Por një element që dua ta përmend është që askush nuk duhet ta shesë diçka negative për vendin bashkëpunimin mes një presidenti dhe një kryeministri. Në fakt, është keq për Kosovën nëse nuk ka bashkëpunim. Ne jo vetëm për shkak se kemi arritur këto rezultate bashkarisht, por për shkak se si shtet që ballafaqohemi me sfida të mëdha, kemi një armik të përbashkët që është Serbia, kemi sfida të sigurisë të cilat po ashtu vijnë nga Serbia me aleatët e saj dhe po ashtu për shkak se kemi qëllime të njëjta sa i përket fuqizimit të sovranitetit në çdo cep të vendit, sa i përket fuqizimit të rendit dhe ligjit, luftimit të krimit të korrupsionit dhe shumë prioritete tjera të cilat i kemi të përbashkëta, është krejtësisht e natyrshme që kemi punuar dhe do të punojmë bashkë. Pra do të ishte çuditshme sikur mos ishte ashtu. Sepse i kemi hyrë kësaj rruge me qëllime të përbashkëta dhe kemi vazhduar duke synuar arritjen e këtyre qëllimeve. Kështu që mendoj që gjithnjë është në interes të Kosovës, bashkëpunimi ndërinstitucional asnjëherë nuk e dëmton atë. Po, ndërkohë që 80% e anketuarëve në sondazhe dhe anketat e ndryshme preferojnë ose kanë dëshirë që presidenti Osmani të jetë edhe një mandat në krye të shtetit. Tashmë kemi hyrë në muajt e fundit të mandatit parë tuaj si presidente, a keni ambicie për të rizgjedhur ose asynon të rizgjedhni sërish presidente e vendit? Shumë e rëndësishme se sa ambicjet individuale që mund t'i kemi secili prej nesh në politikë është besimi qytetar dhe për mua kjo ka qenë primare për gjatë gjithë angazhimit tim politik.
Ky besim I cili rikonfirmohet në secilën matje që bëhet, përfshirë matje shumë kredibile ndërkombëtare, që siç e përmendet tregojnë që rreth 81% të qytetarëve kërkojnë një mandat të dytë, është njëkohësisht edhe përgjegjësi. Do të thoya përgjegjësi për të vazhduar punët e mira në interes të vendit tonë, të cilat I kemi filluar. Frytet tashmë disa prej tyre po I shohim, disa prej tyre do t'i shohim në vitet në vijim. Por mendoj që është në interes të Republikës së Kosovës që të kemi një vazhdimsi të kësaj pune të mirë të këtij institucioni, sepse ne jemi ekip, nuk po flasim vetëm për punën e një individi, por ky institucion ka përfaqësuar Kosovën ndenjësisht dhe kemi mbrojtur interesin e Republikës së Kosovës në kohë jo të lehta, në fakt në kohë shumë të rënda, kur sulmoheshim nga Serbia, kur u mbrojt sovraniteti ynë suksesshëm. Dhe këto e kemi bërë natyrisht në bashkëpunim me institucionet të tjera dhe do të vazhdojmë ta bëjmë, mirë po mandati I dytë përtej vullnetit qytetarit, cili është I qartë, varet në rastin ton konkret nga konstelacionet në parlament, sepse siç e dini duhen 61 vota për së paku dhe pastaj duhen 2/3 që marrin pjesë në votim. Kjo do të thotë që varet nga qëndrimi I partive politike dhe shpresoj shumë që ata do t'i konsiderojnë dy elemente thelbësore në marrjen e këtij vendimi. E para është mbrojtja e interesit të Republikës së Kosovës, që ne besojmë fuqishëm mbrohet dhe avansohet nëse kemi vazhdimsi me një mandat të dytë. Dhe e dyta që të respektohet ky vullnet qytetar të cilin po e përmendni edhe ju. Megjithatë, nëse ata nuk e vlerësojnë si të tillë dhe kanë mendime të tjera dhe dojnë ta bllokojnë rizgjedhjen, atëherë unë do t'i kthehem jetës politike, pra do të gjej mënyrë dhe rrugë tjetër për t'i shërbyer vendit tim, sepse mendoj që akoma një gjë e tillë është e rëndësishme dhe mund t'i jap vendit më shumë. Dhe këtë do ta gjej nëpërmjet angazhimit politik, kurdo që janë zgjedhjet e reja pastaj, dalim në zgjedhje, bëjmë garë korrekte dhe qytetarët vendosin se kujt ja japin besimin. Faleminderit presidente shumë për kohën që ndat për lexuesit e Index Online. Faleminderit juve, ju uroj juve, gjithë stafit të Index Online dhe gjithë qytetarëve të Republikës vitin e ri, me shpresën dhe besimin e plotë që viti I ri do të na sjellë lajme më të mira, më shumë zhvillim dhe natyrisht me urimet për shëndet, harmoni, begati dhe shumë gëzime në çdo familje brenda Republikës tonë të dashur. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.